Kryeministri Edi Rama, në një takim të zhvilluar me sipërmarrësit e rinj në Sarandë, deklaroi se po shqyrtojnë një opsion që do t'u jepte mundësinë strukturave hoteliere që të pranojnë një paradeklarime marrëveshje 65% nëse nuk duan të kenë kontrolle, kryesisht përgjatë pikut të sezonit. Kreu i qeverisë ju përmendi atyre ilet që bëjnë mosdeklarimin e sakpështretër dhe tha se nëse nuk e pranojnë një opsion të tillë që po e diskutojnë, atëherë do të përballen me masa të ashpra ndëshkuese. Ne do ta shikojmë një tjetrin në sy dhe këtu e kam fjalën për gjithë ata nga ju që kanë hotele. Do ta shikojmë një tjetrin në sy dhe me një buzëqeshje të lehtë që tregon mirëkuptim, do duhet të pranoni që bëni shumë hile me deklarimin e shtretërve të zënë. Që duhet ta pranoni, e kuptoj nga disa fytyra që po buzëqeshin lehtë tani, bëni shumë hile me këtë. Mirë, po çështja është që kjo hile na pengon që të bëjmë më shumë për qytetin dhe për qytetet, sepse nuk i jepet mundësia bashkisë të mbledhi të ardhurat që i takojnë nga okupimi i shtretërve. Nuk mund të pretendojë njëri në Ksamil ose në Sarandë që në Korik ka shtretër bosh. Se pretendon dot. Po të shikosh deklarimet tuaja, duket sikur jetoni në një krizë permanente. Ne kemi ulur të vëshën enkas për të nxitur formalizimin. E kishim 20% të vëshën, e kemi bërë 6%. Është të vëshëja më e ulët në mesdhe. Edhe në rajon. Më e ulët se Malizi, më e ulët se Kroacia, më e ulët se Greqia. Dhe prap se prap, ju bëni sikur s'kuptoni. Megjithatë, për të hyrë në një proces normalizimi të kësaj situate, dhe nga ana tjetër për të evituar atë që unë jam dakord me ju, është gjëja më e bezdisshme që ti je i angazhuar në sezon të bësh maksimumin me klientët, edhe kur të vinte dera inspektorët e fillojnë të trokasin në përdyer për të parë dhomat e janë zëna si janë zëna, e fillojnë me regjistrat, është bezdi e madhe. Mirë po, si bëhet saj pune, që edhe inspektor mos vinë, po edhe hilja mos vazhdoj me këto fytyrat kaq të pastra dhe kaq të qeta që bëjnë sikur s'kuptojnë. Atëherë, ne duke bërë dhe një konsultim me ekspertizë ndërkombëtare, kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform, dhe kush paguan 65% të zënë për gjithë periudhën maj-shtator, mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll. Kreu i qeverisë në fjalën e tij ju kërkoi gjithashtu sipërmarrësve të rinj që të investojnë, pasi siç u shpreh ai vet, me hyrje në Bashkimin Evropian, interesi tuajve do të jetë më i shtuar në Sarandë dhe do të duket Saranda si një qytet i ri i cili do t'i shtohet vendit.